Republikën e Kosovës gjatë një viti e gjysmë është një situatë si e pazakont, nuk është një situatë tragjike në kuptimin nëse Kosova do të ishte një shtet i pranuar gjithësisht në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe si shtet i njohur në Këshillin e Sigurimit. Por, sepse përsëritet në çdo vend të botës dhe sa kohë që ka zgjedhje dhe nuk ka përplasje civile, sociale në shoqëri, atë kohë do të thotë që funksionon demokracia. Megjithatë, Kosova ka një specifik dhe në këtë aspekt unë do të thosha që Kosova është dëmtuar në pikpamje të imazhit. Më shumë se sa në pikpamje të zhvillimit ekonomik, të zhvillimit të institucioneve, apo në aspekte të tjera. Në fund të fundit janë disa element, disa pjesë të zhvillimeve në Kosovë të cilat nuk kanë pësuar ngërshje dhe nuk kanë pësuar, si të thuash, dëmë të mëdha për Kosovën. Ka vazhduar projekti dhe programi i forcimit të ushtrisë dhe të policisë Kosovës, ka vazhduar projekti dhe programi i rritjes së buxhetit ushtarak dhe të furnizimit të ushtrisë me mjetet më moderne të mundshme, kanë vazhduar të zbatohen praktikat dhe politikat e implementuese për të shtrirë sovranitetin e Kosovës në të gjithë territorin e vendit. Disa iniciativa janë ndërmarrë gjatë kësaj kohe pavarësisht se qeveria në detyrë ka qenë jo e konfirmuar nga një parlament i shpërndar në disa pjesë kohore. Pra kemi të bëjmë me disa zhvillime të cilat nuk e kanë dëmtuar aq shumë Republikën e Kosovës, por përkundazi ka patur një trend zhvillimi dhe forcimi në fushën e sigurisë, në fushën e mbrojtjes, edhe në fushën sociale ka disa përmirësime. Prandaj dhe them se në çështjet e imazhit dëmi për Kosovën është shumë i madh. Për arsyeën e thjeshtë se Serbia prej vitit 1912, por edhe më përpara, e deri më sot, e ka mbushur dynjan duke thënë që shqiptarët janë pa aftë të qeverisën dhe vetë qeverisën, janë të pa aftë të krijojnë sistemin e institucioneve dhe demokracisë, janë të pa aftë të jenë të më vetësishëm dhe përpasoj shqiptarët do të duhet të kenë një kujdestari ose një kujdestar. Fatkeqësisht ja arritën në vitin 1912-13 që të realizojnë kujdestarinë e tyre mbi Kosovën, madje deri diku edhe mbi Shqipërinë, dhe me kompromiset që bën me faktorin ndërkombëtar me fuqi të mëdha, dhe këtë po synojnë edhe sot. Zhvillimi i her pas hershëm i zgjedhjeve, ngërshi për krijimin e institucioneve, që çon, si thuaç, e rizbulon ose e reaktivizon këtë narrativ serbe për shqiptarët, sepse në botë, në Europë, në Amerikë dhe kudo ka jo pak njerëz të cilët lobojnë për Serbinë dhe janë përpasoj kundër ekzistencës së Kosovës, të cilët aktivizohen dhe do të thonë se e shihni, Kosova është e paaftë krijojë institucione, është e paaftë vetë qeverisë. Ky lloj imazhi është dëmi më i madh që i bëhet Kosovës. Të tjerat mendoj që janë relative, jo se janë pak të dëmshme, por janë relative në kuptimin se ne nuk kishim zgjedhje ose ngërsh në zgjedhje kur Bashkimi Evropian, i nxitur madje edhe nga kryeministri i Shqipërisë, vendosi masa kufizuese do të quaja, ose masa shtrënguese ndoshta mund të quhen, për Kosovën duke anulluar dhe duke bllokuar investime dhe huat e caktuara për Kosovën. Kështu që në gjatë periudhës së zgjedhjeve, 3 palë zgjedhje, po në fakt 2 palë zgjedhje janë shkaktuar nga ngërshje dhe nga kriza,
dhe jo zgjedhjet e nën shkurtit të vitit të shkuar. Zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe zgjedhjet e 7 qershorit të këtij viti janë zgjedhjet për shkak të mos aftësisë së politikës, të partive politike, sidomos partive parlamentare, për të krijuar institucione. Në anë tjetër duhet Profesor, më fal. E përmendën çështjen e llobingjeve